Vëmendje gra, jasti të hiqni njollat të yndyrës nga rrobat. Njollat e vajit e rrobat janë ndër më të vështirat për tu eliminuar. Është e vërtetë se ekzistojnë detergjent posaçërisht për këtë problem, por shpesh materialet shumë delikate të rrobave nuk e lejojnë përdorimin e tyre. Zgjidhja e këtij problemi është shumë e thjeshtë. Mjafton të keni një shkumës të bardhë, bëheni me shkumës zonën ku ka rënë njolla dhe e lini për rreth një orë. Pastaj e fusni në makinën larëse dhe e lani si zakonisht. Shkumësi i thith yndyra ndërsa makina larëse heqet çdo mbetje. Kështu do të mund t'i vishni sërish xhinset tuaja të preferuara. Kjo është një mënyrë shumë e mirë alternative e cila do ju ndihmojë gjithashtu për të larguar të gjitha llojet e yndyrave nga rrobat. Për rroba më delikate mund t'i trajtoni ato në mënyrë më të kujdesshme, edhe me kimikate të cilat mund t'i blini posaçërisht edhe për trajtimin e tyre, por gjithmonë duke mos e dëmtuar më shumë rrobën tuaj.